Do fillojmë me një varg nga Bibla të Psalmi 121, ku më dos që me lexu sot. Psalmi thot: I ngrita syt drejt maleve, prej nga do të më vinë ndihma. Normalisht që ndihma vjen nga Zoti, që krijoi qiellin e tokën. Ai do të lejoj të merren këmbët. Ai që të mbron nuk do të kotët. Jo, ai që mbron Izraelin nuk do të kotët e as nuk do të flej. Sepse Zoti është mbrojtësi yt. Zoti është mburoja jote. Ai që ndron në të djathtën tënde. Dielli nuk do të godas ditën e as hëna natën. Zoti do të mbrojë nga çdo gjë e keqe. Ai do ta mbrojë jetën tënde. Zoti do ta mbrojë vajtet e ardhet e tua, që tani e deri në amshim. Pra është një psalm shumë i mirë, një psalm që t'jep vullnet për mjetu sot deri në përjetësi. Ju ftoj të ngritemi në këmbë dhe të këndojmë, të adhurojmë zemrën e Zotit që është me ne. Yeah.
se zjarri se ma kërkat vine, unë të dhëras, di se zjarri prap, o Zotë si plinon, unë të dhëras, di se zjarri prap. Jo, e ku të bejar, pastruar në zjarë, i varë për qëqar, i verë për një rano në vit, në vishme të varë, që të këmon mos kem, sot i zë zjarri jam të të bejar, pastruar në zjarë, i varë për qëqar, i verë për një rano në vit, në vishme të varë, që të këmon mos kem, sot i zë zjarri sot i zë zjarri sot i zë zjarri Sioni, shpëtim tani, e ai ty do të bekoj. Tek ti do t'vina, lombe të tjera, që së bashku do të festojnë, ne do thërasim, o Maranata, se na vjen o Zot. Oh halleluja, oh halleluja, halleluja, do na adoroj. Oh halleluja, oh halleluja, halleluja, të adoroj. Oj kësoj, dhe i këndo Zoti, shpëton, se nga Sioni, vjen shpëtim tani, dhe ai ty do bekoj. Tek ti do vina, kombe të tjera, që së bashku do të festojnë, ne na adorosim, o Maranata, mirë se na vjen ti o Zot. Para 2 javësh, i vërtet para 1 muaji kam ndarë një mësim, i cili quhej besimi i mbinatyrshëm. Edhe ju që keni qenë para 1 muaji, keni pasur mundësi të dëgjojmë nga ajo fjalë në mënyrë të shkurtër, duke përmbledhur 2 pasazhe biblike nga Luka 17 edhe nga Mateu 14. Në vazhdën e kësaj teme që flasin për besimin, sot do kemi një temë e cila vjen nga Dhjata e Vjetër. Dhe emri i tij është Noeu. Noeu është një figurë shumë interesante, sepse vjen nga bota e lashtë.
Është interesante sepse ky njeri ka jetuar mbi 900 vjet. 600 vjet ishte në botën e lashtë, edhe më shumë se sa 300 vjet në botën e cila duket kështu si është tani. Flas botën jo shpirtërore, po flas për tokën atë çfarë është fizike. Dhe ajo çfarë ka ndodhur në ato kohë, Bibla e përshkruan me hollësi disa nga gjërat me rëndësi që janë. E ajo që është shkruar në fjalën e Perëndis për neve sot e ka funksionin me njoft Perëndin edhe që të jetë për ne që të besojmë. E dini që në letrën dërguar hebrejve, në kapitullin e 11 thuhet për Noeun. Edhe ai i besoi Perëndis kur ai e thirri me e bë arkën apo anijen në të cilën do të shpëtohet ai edhe shtëpia e tij. I besoi. I besoi Perëndis. Ku do të shpëtohet ai edhe tërë familja e tij. Nuk ka pasur një ngjarje tjetër në Bibël që përshkruhet më katastrofale, më kaotike, më përmbyse, se sa në kohën e Noeut. A mund të kujtoni një herë dhe sot nga shkrimi kur Perëndia nga Zarafilla kapitulli 1 dhe 2 na thuhet që çdo gjë që kishte krijuar Perëndia ditën e parë ishte e mirë, e pa dhe ishte e mirë, ditën e dytë e pa dhe ishte e mirë, ditën e tretë e pa dhe ishte e mirë, ditën e katërt, e pestën, e gjashtën e pa dhe ishte shumë mirë. Dhe dikon më shumë se sa pas 2000 vitesh, gjithçka do të përmbytet. Gjithçka do të shkatërrohej. Kështu, le të shohim bashk Zanafillën kapitullin e 6. Do I kemi 2 vargje sot. Vargun 8 edhe vargu 9. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Vargu 8. Pra 6, kapitulli 6, Zanafilla, vargu 8. Është një varg I shkurtër. Por Noeu, dikush e thot edhe Noja, janë disa variacione, por këtu e kemi Noeu. Pra Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Vargu 8. Vargu 9. Kjo është preardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri I drejtë dhe I patëmet midis bashkëkohësve të tij. Noeu eci me Perëndin. Kemi pra dy gjëna të mëdha këtu që po flet autori I Zanafilla. Në të parën është duke na thonë Noeu gjeti hir. Në të dytën, Noeu eci me Perëndin. Çka është hiri? Çka është hiri? Hiri I Zotit. Hiri është dashuria apo dashamirësia ose favori I pamerituar
edhe i pakushzuar i Zotit Perëndi për ty dhe mua. Çka është hiri? Hiri pra është dashnia ose dashamirësia ose favori i pameritum, i pakushtzuar, që rrjedh nga Perëndia për ty ose për mua. Ky është hiri. Pali ka përmendur këtë fjalë hiri në letrat e veta mbi 150 herë. Hiri, hiri, hiri. Ne jemi të shpëtuar si? Me anë të hirit të Perëndis, përmes duke besuar në Krishtin Jezus. Pra Pali ka folur shumë për këtë, 150 herë përmend në letrat e veta. Hiri. Hiri i Zotit nuk është diçka që kur jepet metet të kaj më pak. Dhe hiri i Perëndis kur e jep, nuk është diçka që e jep me mas për ty, se mos po t'jep shumë e pastaj për tjetrin metet pak. Hiri tina, kur ai e jep këtë hir, nuk është që ti ta kalosh vetëm vështirësinë, është diçka që do të shoqënoj dhe është diçka për ty që do të teproj. Hiri i mahnitshëm i Zotit, i cili është i bollshëm, me bollok, për cilin ne s'kemi bërë asnjë gjë, për cilin ne nuk kemi paguar asnjë gjë, e madje as nuk e meritojmë. Hiri merret falas. Hiri nuk jepet sepse ti ishe në gjendjen e vështirë. Hiri është kallëzon natyrën e Perëndis. Sikurse një dhurues kur jep një dhurat, kallëzon natyrën e tij. Sjara këtë mëngjes, më ka dhënë këtë. Tregon për karakterin e saj. Perëndia e ka kallëzuar karakterin e tina duke dhënë hir aty ku është dashur me dhënë dëshkim. Perëndia ka dhënë hir aty ku është dashur me dhënë dënimin. E po pse Perëndia dikun e jep këtë hir, e dikun nuk e jep? Ajo është Perëndia, dhe jo ne. Pra, në të vërtetë, kur lexojmë nga tërë fjala e Perëndis, nga zanafilla e deri te zbulesa, shumë janë trajtuar me anë të këtij hiri të Zotit, shumë. E pak prej tyre kanë besuar. E Noeu është emri i cili është shkruar këtu, është njeriu që është trajtuar me hir edhe ka vazhduar me besuar. Fjala tjetër kyçe këtu, në këtë pasazh të shkurtër është eci me Perëndin, eci me Zotin. Eci me Zotin. Kjo fjala eci në gjuhën shqipe është një fjalë që ka kuptime e nën kuptime semantikat shumë të ndryshme. Që shpotec puna, që shpotecin provimet, shnetja po tec, fëmia po eca ka nis me ec. Si ecin gjana që në përreth teje, apo del me ec, shkon të mjeku, thot, ec. Vjen dikush me lyp, thot, ec për këtuhit.
Pse s'po ecë? Pra kjo fjala ecë është hera e dytë që përmendet në Bibël. Kjo shprehja vërtet eci me Perëndin. Mbajini mend se kjo shprehja eci me Perëndin është shumë e rrallë në Bibël. Por është përdorur vetëm në 4 raste. Edhe hera e dytë ku përmendet që kjo shprehja eci me Perëndin i referohet Noeut. Herën e parë i referohet vetëm një kapitull më përpara me Enohun, edhe për të thuhet, ai eci me Perëndin, edhe pastaj u zhduk. Zoti e mori, e ngriti lart. Abrahami ka ecë me Perëndin, edhe fjala për ta thotë se eci para Perëndis. Zoti po e shtyn të përpara eci. Kështu thuhet edhe për disa levit që Zoti i kishte thirrur. Edhe libri Mikais thuhet që ne jemi të thirrur të gjithë të eci me Perëndin. Me ecë. Pra me ecë me Zotin është një metaforë që nuk do me thonë që Zoti është këtu, edhe ai është të djathtë, ti je të majt, edhe jeni duke ecur sikurse 2 njerëz, me 2 persona. Pra nuk është fjala për diçka të tillë. E për çka shërben edhe çfarë na thot kjo fjala këtu? Eci me Zotin. Eci me Perëndin do me thonë të jetosh duke jetosh për Perëndin, është mënyrë jeteseje, edhe është një marrëdhënie e përhershme me Zotin Perëndin. Pra nuk ka një përshkrim, nuk ka një tjetër fjalë më të thellë në krejt fjalën e Zotit për dikë që ka një marrëdhënie të tillë të pandashme, të përhershme me Zotin se sa që përshkruhet këtu eci me Perëndin. Eci me Perëndin është më e thella. Ecja me Perëndin tregon intimitetin më të madh që një person e ka me Zotin. Eci me të. Shikoni renditjen tani, kapitulli vërtet vargu i 8, thot Noeu ka gjetë hir. E vargu 9, ai ka ecë me Perëndin. E sikur të ishte kundërta, eci me Perëndin e pastaj gjeti hir. Kështu mendojnë shumë religjioz. Kur mundohen që fokuson të vetja vetë që përmes mënyrës e tyre se si ata bojnë, mundohen që me e ble ose me e marrë hirin e Perëndis. Kjo s'mund të ndodhë. Ka gjetë hir, ka ecë, edhe duke ecë ka besue. Pra vreni renditjen e fjalës edhe gjërave në jetë. Po mirë, në çfarë lloj gjërash Zoti i dha hir Noeut, edhe në çfarë gjërash, në çfarë rrethanash eci me Zotin Noeu. Do të shohim këtu te kapitulli 6. Kur njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre vajza. Vargu 1 këtu është duke thënë, në atë kohë ishte shumimi i njerëzve, duke u përmbushur njëri nga premtimet e Perëndis për shumëzimin e njerëzve. Vargu 2. Djemt
ose bijtë e Perëndis parën që vajzat e njerëzve ishin të bukura dhe morën për gra të gjitha ato që i zgjodhen vetë. Fjala shprehja djemtë e Perëndis është njëre nga problemet më të thella që nuk kuptohet saktë se çfarë do të thotë. Por ajo që është më e besueshme dhe më e sakta. Shumë njerëz kanë thënë se bëhet fjalë këtu për engjuj. Edhe ky është mendimi dominant. Por do të kemi një problem nëse është fjala për engjuj këtu. Ose madje dikush thotë që mund mos jenë engjuj, por mund të jenë të tjerë. Engjuj, qenie të tjera angjullore. Pra nëse këta janë engjuj, do të kemi problem me mësimin e Krishtit, sepse Krishti tha se engjujt nuk martohen. Pra dikush që mendon se bëhet fjalë këtu për engjuj, qenie angjullore, ata të cilët i kanë pa vajzat e bukura dhe pastaj i morën këto për gra, ky nuk është mësimi i qëndrueshëm biblik. Nuk ka mundësi që një trup jo fizik të bashkohet me një trup fizik e pastaj të dalin gjigantët, ashtu siç përshkruhet te vargu 4. Nefelim është në hebraisht për këta persona që dolën prej tyre nga ky kryqëzim. Po mirë, e kush mund të jenë këta djemtë e Perëndis, këta bijtë e Perëndis? Shohim tek edhe vargu 4. Kishte gjigant mbi tokë dhe në ato kohë, madje edhe më vonë kur bijtë e Perëndis ju afruan bijave të njerëzve dhe këto u lindën atyre fëmijë. Ata janë heronjët që jetuan në kohët e lashtësisë. Janë njerëzit e famshëm të atyre kohëve. Dhe vargu 5 thotë Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishte gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. Madje përshkruhet se Perëndia vet u pendua, jo pendua se ka ndryshuar mendje, është pendim sepse ai ka ndjej keqardhje për gjërat ku kanë ardhur nga njeriu. Kush ishin këta bijtë e Perëndis? Pse quhen kështu? Kur lexojmë kapitullin paraprak, ne shohim se ka dy linja nga fëmijët e Adamit. Dy linja nga fëmijët e Adamit. Linja e parë është Kaini. Kaini i fortë, Kaini vrasës. Kaini u dëbua. U dëbua nga vendi ku jetonte Adami. Ai tha mund të më vras kushdo mua. Kjo është linja e Kainit. Dhe linja e dytë e pasardhjes së Adamit është linja e Sethit. Dhe djemt bijtë që erdhën nga linja e Kainit morën vajzat e linjës së Sethit. Vajzat e lindjes së Sethit vazhdonin me njohë Perëndin. Njerëzit pra në përgjithësi. Linja nga Kaini, këta burra, këta persona, nuk ishin të tillë. Dhe kështu thot se këtu erdhi, pra është një fjalor ndryshen metaforik se si shkruhet te kapitulli 6 për këtë gjëra. Andaj, çka po shohim si rezultat, e keqja u shumëzua shumë. Bili këtu tha që ata mendimet e tyre në zemrat, synimet e mendimeve të tyre nuk ishin gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. A mund të mendoni që sot në këtë gjendje ju çdo prej nesh është edhe jashtë kësaj kishës këtu, njerëzit janë më mirë se sa kjo gjendje që ishte atëherë. Pra, ne kemi shumë probleme të mëdha, gjendje e mëkatshme, ku po jetonte edhe Noeu. Pra kishte shumë njerëz,
Kjo është një problem. Këta persona ndodhin një farë kryqëzimi, këta djemë, këto vajzat, të dy linjat që thamë, gjigantët, e pastaj Perëndia ndërhyr duke thënë që edhe 120 vjet dhe pastaj do të mbaroj për çdo gjë. 120 vjet, shturje totale njeriut, ligësi e madhe, thot te vargu i 5, tërë synimet e mendimeve të këqija, e keqe në çdo kohë. Perëndia ishte penduar pse ka ndodhur kjo, dhe ai kishte vendosur me shfaros çdo gjë. Thuhet këtu se toka ishte e prishur edhe ishte mbushur për plot dhunë. Pra kjo është gjendja, kjo është përshkrimi i kohës kur po jetonte Noeu. Bota lashtë. Dhe sa ka nevojë me pas hir, sa do të me pas besim, me jetu në qasi kohë, e me jetu në qasi njerëzish, atë lloj njerëzish me jetu. Sa do të me pas hir nga Perëndia, sa do të me pas besim nga Perëndia, si mundesh me ecë me Perëndin në me këto krejt rrethana. Ne diçka të ngjashme për kashturja ne po shohim kudo. Janë të mbushur kudo mediat, rrjetet sociale, televizionet, sheshet, edhe çfarë do që s'kërkohet nga shturjet. Por nuk është vetëm Noeu sot, lavdi Zotit që sot është këtë ndryshe. Ka shumë Noeja kudo në botë që kërkojnë Perëndin, kanë gjetur hirin në Krishtin edhe ecin me Zotin. Por duhet më kthye sërish te koha pra kur po jetonte Noeu, shikonin çfarë rrethanash kur po jetonte vet Noeu. Dhe Perëndia çka do bëj? Për gjithë këtë situatë, ai kishte paralajmëruar një person, pra Noeun, i cili nuk ishte i ri, por gjërat për të cilat Zoti tani ka me udhëzuar ishin plotësisht të reja. Gjëja e parë me cilën u ballafaqua Noeu ishte kjo. Edhe 120 vjet, edhe çdo gjë do të shfaroset. Bimet, drujt, kafshët, shtazët, bishat të ajrit, të tokës, të ujrave, çdo gjë e gjallë të gjej vdekjen. Është ballafaquar Noeu. Noeu është ballafaquar me krejt gjëra tjera të reja, pavarësisht që ai kishte 600 vjet këtë kohë. Shpeshherë na menojmë se sa më i vjetër në mosh ose në besim ti din më shumë. Edhe është siguri. E s'janë të mjaftueshme këto me e pa, me krahasu kur Perëndia paralajmëron diçka dhe sidomos me pa ç'shmi përgjigj ligësive. Pra nuk u puna se u zgjon Noeu sepse ishte i përgatitur në moshë. Noeu u zgjon sepse Zoti gjeti hir për ta, sepse edhe ky njeri pastaj eci me Zotin. Kjo ishte zgjidhja. Nëse ishte kështu me Noeun, si nuk jemi, kush jemi ne sot në Krishtin? Noeu dëgjoi tjetër të merruse. Unë dhe ti, nëse Zoti kishte me thënë që nesër jo vetëm bota, po me dëgju vetëm edhe një fshat, edhe një lagje një fshati, nëse zhduket tretet, do ishte të mërshme për ne. Ose një person nëse do ikte. E Noeu dëgjoi këtë. Çdo gjë e gjallë do të zhduket. Çdo gjë e gjallë do të zhduket. Por jo ti, edhe jo familja jote. Këta jo. Çka do bëni? Do bëni një ark, ose këto ark thuhet, nuk thuhet anije. Është ark, është fjala, është ark. Pra do të bësh një ark pra një anije.
A kishte pa Noeu ndonjëherë ndonjë dikush duke gdhenë se si të bëhet anija? Jo. A kishte pa për masat anije se si të bëhet një anije? Jo. A kishte pa ndonjëherë Noeu që të binte shi? Kur s'kishte ra shi? Sepse bota lash funksionon të ndryshe. A kishte pa Noeu tër ato bisha, kafshë tani do të vinin tek ai? Jo, nuk ishte pa. Dhe ai besonte. Bishat vinte ai? Po në plot njerëz një që pe një marimonge, pe një bupreci, pe një insekti tutën. Bërtasin kupt kres, pe një bupreci, pe një mize. Ballafaqimi më i vogël kë. E Noeu, me çka është duke u ballafaque? Ku e ka pas ai gjithë këtë kurajo, me menua që këtë bota është duke tiki me metë edhe 3 bitit tu dhe 3 gratë të tyne. As kusht tjetër jo. Çka kishe me thanë për çka më vinë mua e botë? Njerëzit gjatë Covidit kanë thanë, po pse të marr unë vaksinën me shpëtue kur nëse kanë me vdek tjetër çka më duhet edhe mua me marr vaksinën me shpëtue, nëse gjithë shkojnë miqtë e mi, të afërmit e mi, kështu çka më duhet edhe mua ajo jetë. Pra, po mundon të u them diçka vetëm me përjetua dhe me imagjinua se si është ndje dhe me çka është ballafaqua Noa. Me gjëra që kur s'kishte dëgjue, me gjëra që kur nuk I kishte pa, me gjëra që askur s'kishte mjeshtrue, shumë të vështira. E prap, shkrimi thot, dhe Noeu besoi. 120 vjet ai mësoi dhe u thoshte njerëzve të pendoheshin dhe nuk u pendu asnjë. 120 vjet ai nuk u ndal së punuari, anijen, arkën. 120 vjet nuk u ndal së tallurin nga të tjerët. Çfarë çmimi po jepte Noeu? E çka bënte? Ai zgjodhi të besonte, ai zgjodhi të ecte. Sa vështirë është për ty dhe për mua, me thonë Perëndia, bëje një kaq anije, e ti kur s'ke pa anije me sy, edhe s'ka ujë, qysh, kime që atë anije? Jo një bark. Anije, 150 metra gjatë. A dini sa është 150 metra? Gjatë anija. 30 metra e gjanë. 15 metra e lartë. Pra asaj pike, deri aty është dikon 6 metra gjysmë. E të lartë 15 metra. 3 kate anija për brenda. Një derë, një dritare. Kush punonte? Kush punonte për 120 vjet? Noeu. Sa njerëz sot në botë janë të zhgënjym, ndoshta, që vetëm duart e tyre po punojnë, ose janë të pakt një ekip, sikur se Noeu bashk me bijtë e tij dhe gruan e tij. Në filma çdo herë, kur besoj ka 2-3 variante të filmit të Noeut, në filma çdo herë prezantohet gruaja është ajo e cila ankohet tërkohën kundër Noeut. Ai e bodalla, po ku është ajo ata ujë që ti po bë gjithë këtë anije? A nuk na zën neve si do të vinë kafshë, domethënë tërkohën e paraqisin regjisorët sikur ishte gruaja ajo e cila po ankohej dhe po
shkonte kundër asaj çfarë po besonte. Pra kjo nuk është biblike, se nuk na thuhet. Nuk na thuhet këtu, që ishte gruaja ndonjëse mbi. Po sigurisht edhe gruaja ndoshta po e sigurt ishte lodhur, duke prej dru, duke jo një vjet. Po ata kanë jetuar të bekuarit, kanë jetuar 900 vjet. Na jena ma mirë sot. Se s'merremi shumë, na merremi me një dekadë dhe dalëm penzion. Shkurtojmë dru, çajmë dru, 10 vjet, 20, 30, 40, 50 më shumë, po pastaj mbarojmë. Noeu bashkë me gruan e tij tu sjell bukë, tu gatua dhe tu kujdes për njerëzit kështu, edhe gratë, edhe reja, do thotë, edhe bijtë e tij. Për 120 vjet çan dru. E pej që aty të ka met një fjalë të shqiptare, çka va unë po çaj dru me tyja? Se Noeu ka fol shqip. Prej aty të ka met kjo fjala, nuk çaj dru me ty, nuk çaj dru. Noeu, gruaja e tij, fëmijët janë një ekip. Ishte një familje. Punonin për kohë të gjatë. E ne ndoshta jemi lodhur disa, se ndoshta nuk shohim fryte, ndoshta nuk shohim përmbushjen ndonjë premtimi, ndoshta themi po pse ai tjetri jo veç ne, e gjithçka kështu. A ke gjeti hirin e Perëndis? Se po, askush nuk do të bëj këtë pyetje, askush nuk do të shikoj me përmbys për brenda besimin këtë thirrje edhe me e zhvlerësue këtë hirë. Sa herën e themi, pse jo tjetri? Ndoshta edhe unë vetë mendoj. Perëndia ka zgjedhur një person dhe familjen e tij të shpëtojnë për një mision të madh për këtë botën. 120 vjet. Besoj se kam e roshi. 120 vjet besoj se kam i dal boll, bitum, drasa. Kam e rëndit mirë. E gjithë pastaj me i zanë, bisha, rëshqanor, e çdo gjë. Për një vit, kur çdo gjë u fut brenda pastaj, ishte Noeu duke menduar si kam i ushqye këto kafsh, këto bisha, 1 vjet, derisa dolën. Përgatitje shumë e madhe, 120 vjet përgatitje për një mision. Edhe 1 vit duke ecë pa ditë se çka po të ndodhë. Toka u mbulua. 15 metra thuhet mbi majën më të lartë, thot shkrimi, u mbush me ujra. Ujrat ranë nga lartë dhe ujrat shpërthyen nga poshtë, nga oqeanet. Dhe u mbush plot ujë. Edhe diçka e bukur që ndodhi në këtë gjë krejt ishte. Dikush ka pyetur, kush e mbylli derën? Kush e mbylli dritarën? Anja ishte gati? Brenda njerëzit, çdo rrëshqanor, çdo kafsh, çdo bish, ishte brenda. Kapitulli 7, vargu 16, na thot, hyn pra mashull dhe femër, është fjala për këto kafshët, çdo mishi që ka frymëjete, nga ashtu si Perëndia i kishte porositur Noeut, pastaj Zoti i mbylli brenda. Kush e mbylli derën? Perëndia e mbylli. Kush e hapi derën? Kapitulli 18, 16. Del nga barka ti, gruaja jote, bijtë tu dhe gratë bijët e tua bashkë me të.
Nxirr me vete tërë kafshët që janë bashkë me ty, të çdo mishi që të jenë zogj, bakti dhe të rrëshqanore që zvarriten mbi tokë. Me qëllim që të rritën shumë mbi tokë dhe të jenë pjellore të shumon mbi tokë. Kështu Noeu doli me bijtë e tij, me gruan e tij dhe gratë e bijve të tij. Të gjitha kafshët, të gjitha rrëshqanorët, të gjithë zogj, gjithçka lëviz mbi tokë sipas familjeve të tyre, dolën nga arka. Asnjë nuk ngordhi. Gjithë u shpëtuan. Jo vetëm familja, por edhe gjitha këto të gjalla. Çfarë është përfundimi i këtij mësimi sot? Krishti na kujton që thot ashtu si kurse në kohën e Noeu që njerëzit hanin, pinin, rrinin kështu, dhe nuk besonin se do të vinte përmbytja, Jezusi tha se po kështu edhe biri i njeriu do të kthehet në këtë mënyrë. Atje ishte një periudhë e caktuar 120 vjet. Por tani periudha është shumë e gati në bë 2000 vjet. A do të bëhen edhe 2000? Nuk e besoj, do t'jenë shumë a pak. Kur? Asun se di dhe askush nuk e di, s'mund t'a thotë sakt. Por ne, si të krishterës si ungjëllor, jetojmë gati prafërsisht në një botë edhe në një mesazh sikurse Noeu. Që kemi gjetë hir në Krishtin, e që do të vazhdojmë të besojmë, po kësaj radhe shpëtimi nuk është vetëm për ty. Ungjilli është për ty dhe për shtëpinë dhe të shpëtohet edhe shtëpia jote, por ungjilli i Jezu Krishtit është për gjitha kombet. E ata nuk kanë nevojë me hyrë në ndonjë bark, nuk kanë nevojë me u përzije me hardhuca, me krokodila, me aligatorë, me elefante dhe me bisha të tjera, nuk kanë nevojë. Se tani kjo arka e shpëtimit nuk është më druri, por është ai i cili tha, unë jam dera. Ai që mbylli derën të Noeu, dhe që hapi derën të Noeu pas një viti, a nuk tha Jezusi se unë jam dera? Ai që hap dhe mbyll, fillimi dhe mbarimi. Vlla dhe motër e dashur, nuk e di në jetën, në listën tënde të jetës tënde, duhesh me gjetë dhe me pa çfarë Perëndia të ka dhënë që ti të besosh. Mendo pak. Cilat janë gjërat, cilat janë ato 2-3 gjëra që Zoti t'i ka dhënë ty me besu në jetën tënde. Cilat janë ato? A je ndalë së besuari? Nëse je ndalë së besuari, do me thanë je ndalë së ecuri. Cilat janë ato gjëra, pasi që ti ke marrë hir nga Krishti, cilat janë gjërat që ty Zoti ti ka shfaq ose ai ti ka treguar përmes shkrimit që ti do t'i besosh. Cilat janë ato? Mos u ndal, por vazhdo me besue. Vazhdo me besue edhe nëse nuk she erret. Vazhdo me besue edhe kur nuk ka ujë. Vazhdo me ndërtue edhe kur nuk ka punëtor për rreth. Vazhdo me besue edhe kur bie shi. Vazhdo me besue edhe atëherë kur çdo gjë po prishet për rreth teje. Vazhdo me besue edhe atëherë kur ujërat të ngritin lart. Vazhdo me besue edhe atëherë kur ujërat do të binë poshtë. Vazhdo me besue atë që hap derën në jetën tënde dhe ai që mbyll gjërat në jetën tënde po ashtu. Sot ai dorëzo gjëra që Perëndia duhet t'i mbyll në jetën tënde. E ti japësh atij të besosh në këtë gjë. Në mënyrë që vetë Krishti të jetë ai i cili do të përlëvdohet e ti duke e drejtuar jetën tënde. Le të ngritemi të lutemi ndërsa grupi i Galdimit bëhet gati për këngën e radhës. Le të jesh duke kërkuar sot për çfarë do lloj gjëje që mendon që Zoti të ka thirrur me besue. Edhe
Do shta është lënë anash kjo gjë të shumë kohë, nështë aty pikrisht për atë gjë është zbe besimi, është paksu e hiri. Sot të marrësh nga Zoti sërish këtë gjë me rishqyrtue e të vazhdosh, pa numru vitet, pa numru se kush është për teje. Duke ditur që tash ne kemi një familje të madhe në frymë. Falënderoj Zoti Jezus. Vim tani Perëndi duke e shqyrtue jetën tonë. Ato që na ke dhënë, për t'i besue, besim mbjellt, besim dalt dritë, besim u kort. Në kjetë personale, familjare, në kjetë e popullit, për popullin, në kjetë diçka më madhe. Në kjetë e karakterit, në kjetë e njohjes, në kjetë e shërbimit, cila të qoftë. Zoti Jezus, lutemi Perëndime pendej sot, kemi hequr, jemi zbraps nga besimi kur kemi pa, shtëngata, val, jemi ndje të praktisur se çfarë të qoftë, e jemi ndalë se besuar. Jemi këtë sot në arkën e përjetshme që është Krishti Jezus, mbreti ynë, mbreti yt, në të cilën ti je brenda. Kush do të siguroj ndërsa ti je me mbretin duke udhëtuar? O besim pak, na shto besimi. Zoti Jezus. Që
ke dhënë.